Vëmendjen e shtuar në kontrollin e sigurisë ushqimore për festat e fundvitit, theksojnë drejtuesi i autoritetit kombëtar të ushqimit për qarkun Shkodër, kjo për shkak të rritjes së ndjeshëm të konsumimit në këtë periudhë. Aktualisht ne jemi në një fazë kontrollit mbi bazën e planit të miratuar me urdhër të ministrit, ku subjektet me risk lart janë pjesë e inspektimeve tona, po ashtu dhe etiketimi, licencimi i produkteve, njëkohësisht dhe pika doganore e hanit totit që është në kontroll të vazhdueshëm nga inspektorët. Gjatë këtyre ditëve janë dhënë 4 masa paralajmëruese ndaj subjekteve të veçanta, krahas kontrolleve që po vazhdojnë çdo ditë. Deri tani për këtë muaj kemi marrë 4 masa paralajmëruese në subjektet. Po shohim për etiketimin e produkteve, datat e skadencës, dhe ku kemi raste indicjes, normalisht që kemi ndërhyrje, bashkëpunim me institucionet e tjera që ushtrojnë pothuajse të njëjtin aktivitet në fushën e ushqimit. Objekti i kontrollit janë të gjitha produktet ushqimore me qëllim rritjen sa më të madhe të sigurisë për konsumatorët. Fokusi jonë kryesor janë të gjitha produktet ushqimore, gjitha që konsumohen, por njëkohësisht etiketimi i produkteve është në fokus kryesor, ku ne po shqyrtojmë të gjithë etiketat që kemi nga stabilimentet e qarkut Shkodër, gjithë janë të sakta të gjithë etiketat, po marrjen e mostrave, kemi fokus kryesor në marrjen e mostrave. Çdo mos është e parashikuar në bazën e ligjit të ushqimit dhe ligjit të inspektimit. Mi bazën e kontrollit, mi bazën e inspektimit parë, mi bazën e vazhdimit të procedurave të inspektimit, ka edhe masa nënshkuese, paralajmëruese deri në bllokim të produkteve. Drejtori i AKU-s për qarkun e Shkodër, Ramir Haderi, u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo rast abuzimi që mund të ndeshin në njësitë ndryshme tregtare apo restorante, pasi ndërhyrja e inspektorëve do të jetë menjëhershme.